Zhvillimet rreth publikimit të dokumenteve të reja nga dosja Epstein ka prodhuar reagime dhe në politikën evropiane. Diplomati i njohur slovak Miroslav Lajčak ka vendosur të jap dorëheqje në detyrë si këshilltari i kryeministrit Robert Fico, vetëm një ditë pasi emri i tij u përmend në materialet e bëra publike. Në një deklaratë për mediat, Lajčak pranoi ekzistencën e disa shkëmbimeve mesazh që përfshin referenca për vajza, por tha që nuk i kujtonte qartë ato komunikime. Ai u shpreh se nuk mund t'i konfirmojë, por as t'i mohoi plotësisht, ndërsa theksoi se kur i kishte rilexuar ishte ndier si idiot. Diplomati mori përgjegjësi normale për situatën, duke pranuar se kishte treguar gjykim të dobët dhe komunikim të papërshtatshëm. Sipas tij, mesazhet nuk përfaqësonin asgjë më shumë se ego mashkullore, por kjo, theksoi ai, nuk e përjashton nga përgjegjësia. Lajčak sqaroi se njofja me Jeffrey Epstein kishte ndodhur në vitin 2017 gjatë kohës kur ai kishte mbërritur në New York për të marrë një detyrë një vjeçare në Kombet e Bashkuara. Ai tha se ishte prezantuar me financierin nga një diplomat i huaj dhe në atë periudhë Epstein konsideroi një figurë e njohur që frekuentoi më shumë nga personalitetet të biznesit dhe politikës. Megjithatë, ai pranoi se më vonë kishte mësuar për dënimin e Epstein për vepra seksuale, pavarësisht kësaj fakti që figura të tjera me ndikim vijon të takonin sipas tij e kishte bërë të mendonte se një komunikim i tillë nuk përbënte problem. Marrëdhënia ime me të ishte më fjalë jo me veprime, por sot paguaj çmimin për komunikim dhe njohje me të, deklaroi ai, duke dënuar një konsil shkrimet e zbuluara për arrestimin e Epstein në vitin 2019. Dorëheqja e Lajčak vjen në një moment kur publikimi i dosjeve po shkakton pasoja politike dhe reagime në disa vende, ndërsa emra të rinj vijojnë të dalin në dritë nga hetimet.